Edhe gjatë vitit shkollor 2025-2026 vazhdon shpërngulja e nxënësve. Largimi fillimisht i prindërve në vendet europiane tashmë është shndruar në trend, që më pas me vete të marrin edhe fëmijët. Kjo ka bërë që dukshëm të ulet numri i nxënësve nëpër shkolla, por dhe të mbetet i lartë numri i atyre që kërkojnë fletë shpërngulje nga shkolla. Këtë e konfirmojnë edhe nga sektori për arsim në komunën e Tetovës. Sipas të dhënave për 5 muaj, në shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Tetovës ka 100 nxënës më pak, shkaku se të njëjtit bashkë me familjen janë larguar jashtë shtetit. Nga sektori për arsim tregojnë se në shkollën fillore Recep Voka në Shipkovic, fletë shpërngulje kanë marrë 16 nxënës, ndërsa në shkollën fillore Kirili dhe Metodi në Tetov, ky numër arrin në 22 nxënës. Kemi edhe këtë vit kërkesa apo marrje të fletë shpërnguljeve që lëshojnë në shkollat tona fillore dhe kalojnë në vende perëndimore. Sipas dhënave që kemi në mes të gjysmëvjetorit të parë dhe të dytë nga shkollat tona, fletë shpërngulje kanë marrë gjithsej 55 nxënës. Ky trend ka qenë dhe vitet paraprake që disa nxënës shkaku i shpërnguljes së prindërve të tyre me punë të përhershme apo të përkohshme në vendet perëndimore marrin dhe fletë shpërngulje. Mirë po sa i përket krahasimit me vite paraprake, ky numër këtë vit është më i vogël. Nuk kemi një numër eklatant që ishe viteve të kaluara që arrinte diku deri tek 100 nxënës që marrin fletë shpërngulje. Këtë vit kemi thuajse një numër të përgjysmuar në krahasim me vitet paraprake, ku numri ishte paksa më i madh. Drejtoresha e shkollës Kirili dhe Metodi thotë se në atë shkollë thuajse është shpërngulur një klasë e tërë, ku shumica e nxënësve bashkë me familjet më shumë shpërngulen në Gjermani dhe Itali. Kjo është një fenomen që kohëve të fundit ka marrë për masa shumë të mëdha. Kemi në nivel të komunës, po ta shohim komunën e Tetovës me 12 shkollat fillore, është një fakt shumë brengosës sepse kemi shpërngulje me të madhe. Zakonisht nxënësit na shpërngulen në shtetet e Evropës, po më së shumti i kemi në Gjermani edhe në Itali, shumë pak kemi në këto vende tjera të europiane. Sa i takon shkollës tonë, Kirili dhe Metodi, ne në fillim të vitit shkollor i kemi pasur gjithsej 1048 nxënës në shtator, mirë po, prej në shtator deri tash në muajin janar, ku jemi edhe sot, na kanë shkuar dikun 22 nxënës. Në këto shtetet që i përmendëm evropiane, që edhe kjo është një fakt brengosës, për shkak se thuja se një klasë i bie që na shpërngulet komplet për shkaqe personale familjare. Në shkollën fillore Liria në Tetov thonë se gjatë vitit 2025, 8 nxënës kanë kërkuar fletë shpërngulje për jashtë vendit, kurse 18 nxënës kanë kërkuar të shpërngulen por brenda vendit. Trendi i shpërnguljes është i përvitshëm dhe të gjithë të dhënat tregojnë se në shkollat e Tetovës thuajse çdo vit shkollor ka rreth 100 nxënës më pak. Kjo në shkollat e qytetit nuk vërehet edhe aq shumë, shkaku se shpërngulje ndodh nga fshati në qytet, por viteve të fundit problem janë shkollat në malsinë e Tetovës, pasi që shkolla në Bozovc ka ngelur me pak nxënës, kurse ajo në Veshall është mbyllur.